Përshëndetje shenja e shigjetarit, sot do të zhvillojmë një pyetje rrufe të tipit kush ju xhelozon? Kartat që ran për ju janë burri pasur, që nënkupton pasuri materiale, status social apo ndikim, zemra, hape zemrën dhe kujdestar. Na mbytën zemrat me këtë smjurushin. Okej. Burri me ndikim, ky është një burr i suksesshëm në dukje ose projekton veten si të tillë. Mund të ketë pasuri materiale, status social apo ndikim, por pavarësisht këtyre, ai xhelozon cilësitë tuaja emocionale dhe shpirtërore, të cilat nuk mund të blihen me para. Mund të jetë dikush që ju njeh nga afër dhe ndjen që ju keni diçka autentike që ai ose ajo nuk e zotëron dot, siç është liria, drita e brendshme ose mënyra se si dashuroni. Karta zemra nënkupton se ju keni një zemër të hapur, të gjallë, të sinqertë dhe kjo ju bën të dashur dhe të dëshiruar nga të tjerët. Personi në fjalë xhelozon aftësinë tuaj për të dashuruar, për të dhënë pa u konsumuar, për të frymëzuar pa imponuar. Pra xhelozia e tij është e ngjashme me një zili të fshehtë emocionale. Pra nuk ka të bëjë vetëm me aftësitë tuaja, por edhe me thellësinë e ndjenjave që ju mbani. Karta hape zemrën, kjo kartë nënkupton se ky person ka ndjenja të mbajtura brenda për ju, mund të jetë një dashuri e parealizuar ose një person që nuk ka guxuar të afrohet me ju. Xhelozia vjen sepse nuk ka qenë në gjendje të fitojë zemrën tuaj, ose sepse e di që zemra juaj nuk hapet kollaj, dhe kur hapet është për dikë të veçantë dhe jo për këto lloj speciesh. Ky mund të jetë një burr me ndikim ose dikush që ka një imazh të suksesshëm për publikun. Pra mund të jetë avokat, prokuror, aktor, e shumë gjëra tjera me orë, por që në brendësi ndjen mungesë në raport me ju dhe ndjen më shumë se ç'tregon. Ai ju sheh si frymëzim, por edhe si sfidë. Karta e kujdestarit simbolizon dikë që ju mban mend dhe ju ruan në zemër. Edhe në distancë, nuk ju ka harruar, ndosë mund të jetë i rezervuar. Sinkroni emocional është i pashprehur. Paçim!